A mundet vërtet që një pije kaq e thjeshtë të jetë, siç thuhet, receta më e mirë në botë? Ky është një pretendim goxha i guzimshëm apo jo? Sot do të zhytemi thellë për të zbërthyer përbërësit dhe sekretet e saj, për të kuptuar se çfarë fshihet vërtet pas kësaj deklarate kaq të fortë. Dhe ja ku e kemi, hurma, hudhër dhe karafil. Të jemi të sinqertë, tingëllon si një kombinim mjaft i pazakont. Megjithatë, burimin nga e kemi marrë këmbëgul se kjo është receta më e mirë në botë. Pyetja që lind natyrshëm është pse? Përgjigja me siguri fshihet te përbërësit. Daj, le t'i hedhim një sy më nga afër. Mirë, pra gjithçka fillon me 5 përbërës themelor. Në pamje të parë mund të duken fare të thjeshtë, por është pikërisht kombinimi i tyre që e bën kaq intriguese. Le t'i zbulojmë një nga një. I pari në listë është hurma. Sigurisht, pa fara. Kjo është baza e ëmbëlsisë, një ëmbëlsi krejtësisht natyrale që siç do ta shohim, do të balancoj shijet e tjera që janë shumë më të forta. E pastaj hudhra, 2 thelpin të grirë. Ja ku fillon kontrasti vërtet. Nga ëmbërsia e hurmës kalojmë direkt në një shije të fortë, pikante, një element klasik që gjendet në shumë kura të vjetra popullore. Për t'i shtuar edhe më shumë karakter, kemi xhenxhefilin. Edhe ky i gririmët i shton një notë tjetër pikante, por edhe një lloj freskie. Imagjinojeni pak, dyshen e fuqishme aromatike që krijon bashkë me hudhrën. Tani, karafili. Dhe këtu kemi diçka interesante, sepse burimi nuk e specifikon sasinë. Ndoshta na e lën neve në dorë ta vendosim. Sidoqoftë, karafili sjell atë aromën e tij karakteristike të ngrohtë dhe intensive, që e thellon edhe më shumë kompleksitetin e gjithë pijes. Mirë, po si bashkohen të gjitha këto shije kaq të ndryshme? E ëmbël, pikante, aromatike, e po përgjigja është një gotë qumësht. Ai shërben si lidhësi, si baza e lëngshme që i shndron të gjithë këta përbërës solid në një pije kremoze. Pra, i kemi përbërësit, po si bashkohen ata? Mund të pres një proces të komplikuar, por në fakt, sekreti i saj recete duket se qëndron pikërisht te thjeshtësia e saj absolute. E po, procesi është aq i thjeshtë sa mund të përmbledhet praktikisht në 3 fjalë: përgatit, kombino, përzjej. Pasi përbërësit janë prerë, gjithçka hidhet në blender dhe përzihet derisa të bëhet një masë vetme. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Kjo e bën recetën jashtëzakonisht e lehtë për t'u përgatitur nga kushdo. Por kujdes, përbërësit dhe mënyra e përgatitjes janë vetëm gjysma e historisë. Pjesa tjetër, dhe ndoshta më e rëndësishmja, është rituali i konsumimit. Dhe këtu, koha është gjithçka. 45. Mbajeni mend mirë këtë numër. Nuk ka lidhje me sasinë e përbërësve, nuk është një hap në përgatitje, është thjesht një interval kohor. Por çfarë përfaqëson saktësisht? Ky është ai detaj final që jep kuptim të gjithë recetës. Dhe ja ku është rregulli i artë. Pija duhet konsumuar saktësisht 45 minuta para se të flihet. Jo më herët, jo më vonë. Ky udhëzim kaq specifik e shndron atë nga një pije e zakonshme në një ritual të mirëfillt, duke i shtuar kështu edhe një shtresë tjetër misteri, pretendimi se është më e mira në botë. Përtej vetë recetës, ka edhe një detaj tjetër interesant. Burimi përfshin edhe një kërkesë tipike për rrjetet sociale, duke i ftuar njerëzit të komentojnë nga cili vend janë. Kjo na kujton se nuk kemi të bëjmë thjesht me një recetë, por me një fenomen online, një përmbajtje që kërkon të krijojë ndërveprim global. Edhe kështu, i kthehemi pyetjes son fillestare. Pasi i zbërthyen përbërësit procesin fare të thjeshtë dhe ritualin e saktë, çfarë e bën vërtet një recetë më të mirë në botë? A është vallë kombinimi unik i shijeve, apo thjeshtësia absolute e saj, apo ndoshta janë përfitimet që premton? Kjo mbetet një pyetje e hapur që na lë të gjithëve të mendojmë.